fjalimet e Ramës kanë dhënë një emocion pozitiv të ne. Kanë dhënë një shpresë të ne, një dritë jeshile se do të ketë një ditë më të bukur për emigrantët. Në vërtet kena ikë, si që tha dhe Rama se mirë keni ba, ishën kohë që ishën atëherë, kena ikë, por me shumë vështërsi ne kena ba vendin vetit, çdo njeri ka ba vendin e vetë kudo, qoftë në Greqi, qoftë në për shtetet tjera të Evropës, ne jemi në Evropë, por Rama na dha shpresën e para që puna pensioneve do të na rregullojë puna e pensioneve, se ne avash po i afrohem aty në ditëve. Tjetër do të heqe ligjin e luftës, më shumë nuk kaloj nga ajo pjesë që shumë njerëz që mund të shohin këtë video, mund të ofendojnë nga më të ndryshme çat ban Rama është kështu, Rama është ashtu, po unë nuk merr me pjesën e spakut, pjesën e gjykatave. Ne Rama na jep shpresë, na jep forcë me vazhdu. Masanej nëse Rama ka bë gabimet, le t'i paguje. Shkum vetë me shumë kënaqësi, ishim edhe kur ishte mitingu që ardhen ato për punati ku ke zemrën, e mendjen, gjoja për rikthimin, edhe shkum edhe atje, po nga që ishe salla e vogël nuk na mori gjithëve dhe ngelem jashtë, po e shijum edhe atëhere, shumë me 2 mars. E tani shkum vetë, po kishte një popullsi shumë të madhe nga që ishte masdite. Edhe u knaqem. Se nga që ne knaqem me kaq pak, du ta besoni, ju që jetoni atje në Shqipëri, do me thënë që ne kena kalu shumë këtu, që knaqem tani që na erdhi një ministre, një kryeministre, një tjetri, por ne na jep shpresë se kryeministri Edi Rama është shumë shpresëdhanës, është shumë patriot. Edhe nëse nuk e ka, por e shpreh. E thot, qa na duhet, thot ne do të bëjmë diqa, do të ecim përpara. Si bani një bashkëdhetar aty, bani një pyetje, tha, po nëse Greqia tha do të na penalizoje, edhe bani një batuta, që gjithë salla u holle, qeshëm e knaqem, që tha, e dini tha punën e hallës, ishte shumë batut e bukur. Aty kishe 3, kishe 3-ja, unë më falni se po ndërhy shumë, po kishe dëgjova në një sajt tjetër që një Alban, nuk e di, po flitte për një kanal televiziv në Shqipëri, edhe tha që kanë ardhur autobuza, jo, ne ishim aty, një autobuz ishte, por kush më thot mu që ai autobuz nuk ishte nga rrethinat e Athinës, për shembull, kush e njeh Athinën nga Markopoli, nga Spatat, nga ndej, ato më mirë kanë paguar një autobuz që ju kushton 5 euro marrë gjithë bashk, apo nga Lepsina, Aspro Pergo, se sa kanë ardhur me taksia, se taksia merr shumë. Edhe ai mund të ishte ashtu, po ne nuk pam shqiptar aty që kanë ardhur përveç stafit që ishte stafi i tij. Edhe diçka tjetër pava që kanë bërë komente nga më të ndryshme që gjoja një bashkëdhetare i bani pyetje Rame se Rama ju përgjigj me shumë nerva ku po diun, jo, ajo bashkëdhetarja vërtet ja bani pyetjen për punën e pranës që kishte, edhe vërtet i tha që ju jeni perfekt, ju jeni kryeministri që dona, edhe nga më të ndryshmet i tha fjalë pozitive, por më në fund i tha që administrata juaj është 0. Pra, ne nuk e kena ndyshim që edhe Rama ka gabime, po prandaj ai du t'i ndërtoje, du t'i rikuperoje këto gabimet që ka. Administrata, policia, shnetësia. Por ne, nga që Edi Rama na ka tregu që është patriot. Edhe kush është shqiptar, du të shikoje me patriotizëm. Jo vetëm ti interesoje të shkoje si mbas
fanatizmit, simpatizan, unë kam qenë me këte, unë kam qenë me ate, unë se la këte. Po jore shikoje pak me patriotizem, se gjithë këto partiçkat e vogla, të do të bahen me Sali Berishën, edhe këto lapaj, nuk e di mirë se si funksionon mbi emri i tij. Me ato, unë kisha e ndjeksha shumë se hajde ta ndryshojmë, po ato nuk kanë një diqa që të thojnë, nuk kanë një shpresë, ato merren që ka bua Rama, po të shënqo se Rama s'ka punu, du t'jesh krejt sharr. Ka punu, a në qofë se Rama ka vjedhe, ka bua gjana që s'është desh mi ba, jashtë ligjit, leta ndjek e spaku. Ne nuk mundi hedhin poshtë gjitha. Edhe kujtojnë, kanë ato alternativat aty me mollë. Jo, 2 mollë, pse këshu i kalon ti, do mi marrë votusat. Ju mushtu si në klasë parë. Pare merë Maria 2 mollë, merë ti Vasil 3 tjera. Nuk ka një bindje. Basa njëri ju do të ketë, do mu ba ka dhe shpresë për mu ba kryeministër. Do të kesh edhe pak autoritet. Ka pas thanë mirë ditorja një shprehje, një që s'ta mush synin s'bën asnjë gjë. Pra, për mendimin tim, Rama e ka ditë që ka thanë që në Shqipëri s'ka tjetër më të mirë se mu. Dhe sot për sot s'ka më të mirë se Edi Ramen. E po, Lulzim Basha, orome, po që në të gjatë. Se ka shumë të dyshim, pavarësisht se ne ishim atje, na pëlqen nga që na pëlqen patriotizmi, një gjë mirë për adheun tonë. Por ketë një alternativë që del dikush e thot, unë do të baj, unë do të baj këtu, ta laje Ramen. Rama bani rrugë, Rama bani spitale, Rama bani këto, e kam thënë edhe një herë tjetër që e ka gjetë shkatrume. Pastaj edhe unë kem vetë kryetare bashkijet, unë diketimin ka me aneksu, ka me fut dikun puna, ka me i bani një leje shpijeta, një diqa. Pra këtë merren me gjana që kujtojnë se kanë me fitu me mujtë Edi Ramen, në asnjë lloj mënyret, edhe qa po është dje unë atje, Edi Rama i herë për Greqinë e ka të marrme. Na vjen mirë, s'na vjen mirë, është realiteti. Zoti Rama është ma ta jepat ndjesin e patriotizmit. Ndërsa Zoti Berisha nga që ka dhe ka një njollë zez mbi shpinën e tij, nuk ta jepat ndjesin që ti na shkatrove, ti na largove, ti na shkatrove Shqipërinë, e sot u desh ky tjetër mja fillu nga e para, ti vrave gjithë ata njerëz, ti s'dole dikush, nuk dole një herë më thanë dikush edhe vetë, ta kishin votu edhe mas vdekjes, po të kishe ba Sali Berisha një drejtësi, kush i vrau disa njerëz në Shkodër, kush vrau aty, kush vrau në Gërdec. Po këto e luftojnë vetëm për veten e tyne. Mund të thoj njerëz që edhe Edi Rama të luftu për veten e tyne. Po Edi Rama nuk i ka këto njolla mbi kurriz. I ka që mund të ketë vjedh, mund të ketë ba, mund të ndej, por nuk ka njollin e kriminalitetit, vjedhjes, vrasjes. Vjedhjes mund të ketë po. Vrasjeve. Prandaj na jep këtë ndjesin e shpresës. Me që s'ka dhe alternativë tjetër. Se ma ata që shkojnë të shpërta, a i lapa jashtë të pjelle e atyne. Ne i kena ndjek në përrjetet sociale. Eshtë pjelle e Berishës. Ato bahën kanë mu ba gjithë bashkë. Kanë mu ba gjithë bashkë, gjoja me rëzu me heq Ramen. Ate e besojën këte, por shqiptarë du të kenë kujdes. Dhe kam thënë edhe një herë tjetër. Edi Rama është e keqja me vogël e shqiptarëve. Që ka vjedhën le ta paguje spaku, ka bëha gjana jashtëligjshme ta ndjeke spaku. Jo ta ndjekim ne. Se spaku, pse nuk po ndjek ato që kanë vra, kanë ba.
ka nana që qajnë për vdekurit e tyre, 97-ës edhe qysh 19-ën e mrapa. Pra pse nuk i njeh këto spaku? Atëhere, këto domosdo, Edi Rama është i fitumi. Unë kam qenë e majtë, jam dynjëzu, kam hinë atë rrugën e dyshimit, por tani unë nuk shoh alternativ. Me Lapajn jo fare, me Shabanin jo fare, se Shabani u bamete me Lapajn, të luftoshën vetën. E ngrita dorën, po nga që kishen shumë njerëz që kishen dëshirë me ba pyetje dhe s'merdhi rralla. Në lidhje me atë, unë desha doja drejtoj nëpërmes nëse ka një kështu staf i tij që e dëgjon, me kadastrën, lidhje me kadastrën. Të baje, ai thashë do të bajen nëpërmes i Albanias, po ai s'të hap rrugë. Ato mund të jenë shumë të korruptuar atje në kadastër, se ato duhen me i shkul gjithë prej karrigave. Sa i vërtet mund të jetë unë baj kërkesën, më thotë është në shërtim, është në shërtim e sipër. Po ka 3 vjet, 2 vjet që del në shërtim për lejen e ndërtimit. Shkoj ta baj unë ndërtimin se thotë ai hajdeni ktheheni. Po me shku me ba unë në Shqipëri, unë me shku me ba një shtëpi, atje unë e kam akoma është për leja e tokës është në shërtim e sipër. Unë kërkoj një leje ndërtimi, që nesër mos bie policia të kërkoj 10.000 euro mu ta mbyllim çështjen. Kërkoj një leje ndërtimi nga ajo, se toka ime është e futme në proces, por ne dikur kena pas bërë thjesht një barake. Nuk kena shtëpi ndërtimi. Këtë desha t'i tham unë zotit Rama, për ne emigrantët që dona mu kthy me ardha atje me jetu, na bani një lehtësim që unë të vije ta baj atë barakën, ta baj shtëpi, e ta baj edhe një mini market,